shumë që gjatë presidencës Irlandës kjo edhe të intensifikohet më shumë. Janë pishmëritë që ka me u marrë më shumë parasysh aplikacioni i Kosovës, me që Irlanda është më shtetëmik me Kosovën. Po falenderit, marrja e vendimit, le të themi, të vendit të statusit për vendin kandidat dhe hapja e negociatave janë prioriteti kryesor. Ne kemi aplikuar për antarësim në 15 dhjetor të vitit 2022 dhe po bëjmë përpjekje që bashkë me presidencën në këtë radhë të Irlandës dhe Komisionin Evropian që të hyjë në agjendë të Bashkimit Evropian statusi kandidat. Por kjo nuk është vendim që na takon ne, është vendim që duhet ta marrë Bashkimi Evropian. Ne kemi plotësuar gjitha kërkesat, kriteret nga një proces meritor që kërkohet për antarësim, edhe për statusin kandidat, edhe për hapjen e negociatave. Krahasu me vendet tjera të rajonit, të cilat e kanë fituar statusin kandidat, i kanë hapur negociatat, Kosova qëndron shumë më mirë në kohën e marrjes së këtyre vendimeve. Ne jemi demokracia më avancuar e rajonit, qëndrojmë mirë në të gjithë indikatorët e matjes së sundimit të ligjit dhe po ashtu në indikatorët e zhvillimit ekonomik dhe kemi progres të vazhdueshëm në zbatimin e reformave në të gjithë 33 kapitujt të antarësimit. Pra, ne po e bëjmë punën tonë dhe sigurisht po e bëjmë përpjekjet maksimale që të arrijmë konsensus brenda Bashkimit Evropian që të marrim statusin e vendit kandidat. Shpresojmë shumë që gjatë presidencës Irlandës kjo edhe të intensifikohet më shumë.